Derisa t'jetë gjallë, mu nuk ma myllë kush gojën. Në respekt të një zonje, o zonjush, nuk e di se çfarë është, që ka dalë në rrjetet sociale dhe e shprehur që Gjergj Luca ka frikë nga të vërtetat e veta. Zonjë, fëmijët e mi kanë punu që 13 vjeç dhe i kam zjerë para 2-3 vjetëve në rrjetet sociale dhe unë ngret një dallë në ajër. Dhe prap po ta tregoj. O shërë, qa bone? Qa thot puna? Apo mëson apo jo? Këtë javë, goca ime 15 vjeçe e ka programin në pasticeri. Një javë përpara e ka pasur programin në fabrik. Nuk e di a keni fëmijë ju, por mendoj që nuk ka prind më të lumtur se sa t'i mësoj fëmijët e vet mas shkolle që të dalin dhe të punojnë dhe të mësojnë me edukatën e punës, jo të rinë në kompjuter, të rinë në TikTok, të rinë në shash, ose të rinë në ato protesta që dalin dhe gërthasin dhe nuk e din për çfarë gërthasin. Dhe kjo është kriminale, që ti merrni fëmijët në për protesta, dhe që fëmijët i shfrytëzojnë partitë në për rrjete sociale duke i futur në për call centra për të gërthit dhe për të shajt njerëzit që punojnë dhe thonë vërtetën. Kjo e para. E dyta, më falë, videon e kam hek nga që më kërkoj jati, sepse shokët e vetë i kishin thonë që, do bosh kallupagji si baba jotë, dhe më tha, Luca, hiqet e këto videot. Por për merakun tatë, në qofë se do të shofish përsëri e ke në YouTube, nuk e kam hek, sepse e shofin më pak fëmijët në YouTube-it. Ke thënë në videon tuj që Gjergj Luca ka thënë që e drama është fe. Tashti që ta digjosh edhe i herë tjetër. Po, kam thënë që e drama është fe për gjithë njerëzit që guxojnë të ndrojnë. Kam thënë që e drama është fe për gjithë njerëzit që punojnë fort për të realizuar ëndrat e tyre. Kam thënë që e drama është fe për të vërtetat tona që dalin nga puna. Dhe kjo feja jonë që i besoj me dramës, është shumë herë më e madhe se ajo feja juaj që dilni në rrugë. Që dilni në fillim për ekologjinë, vazhdoni me njerëzit e pakënaqë të administratës që janë larguar nga administrata për probleme të ndryshme, dhe pastaj vazhdoni me 1001 probleme që kanë njerëzit që kanë të gjithë të drejtën e Zotit dalin protestojnë. Tashti unë një pyetje kam për ju. Pse ne do t'ju nigjojmë ju dhe ju nuk na nigjonin ne? A jemi në demokraci? A kemi kërku që mendimet e njerëzve të digjohen? Ku çdo njeri ka dëshirat e veta, ka mendimet e veta, ka vizionin e vet. Prandaj kemi kërku demokracinë. Dhe Gjergj Luca, për sa i përket mëllëfeve, fjalëve dhe trimnis për t'u shpreh, as është ka qa kokën në atë sistem, as në këtë sistem, dhe derisa t'jetë gjallë, mu nuk ma myllë kush gojën. Futun rrjetet sociale dhe shiko, kush ka protestu më shumë kundra qeverisë, kundra hajnisë, kundra administratës vjellse, kundër këtyne njerëzve në pushtetin lokal që arrin paturpsia për të tallë me qytetarët. Cili ka protestu më shumë? Keni protestu ju të gjithë bashkë, apo unë vetëm? Dhe kush më ka nigjuar mu, duke helmu këtë popull nëpërmjet rrjeteve sociale dhe porthaleve. Rroft Shqipnia, rroft e drama që është feja jonë. Amin.